Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka paralajmëruar se Europa rrezikon të fshihet nga faqa e dheut brenda 5 vjetësh nëse nuk ndërmerr hapa të guximshëm për të shndërruar në një aktor të pavarur në arenën globale. Sipas tij, një Europë që zgjedh të jetë thjesht vëzhguese e zhvillimeve ndërkombëtare përfundon në nënshtrim politik dhe ekonomik. Nëse vendosim të jemi vetëm vëzhgues, kjo çon në një nënshtrim të qetë. Ne nuk shqetësojmë askënd, përpiqemi të jemi të sjellshëm me amerikanët dhe kinezët dhe vazhdojmë si më parë. Po ju them, nëse nuk bëjmë asgjë, Europa do të fshihet nga faqa e dheut brenda 5 vjetësh, deklaroi Macron. Komentet e presidentit francez u bën në një intervistë për disa media europiane, përfshirë Le Monde, në një moment që ai e cilësoi kritik për të ardhmen politike, ekonomike dhe strategjike të Bashkimit Evropian. Në intervistë, Macron mbrojti idenë e një huamarrje të re të përbashkët nga 27 shtetet anëtare të BE-s, e cila do të përdorej për të financuar investime strategjike në fusha kyçe si mbrojtja, teknologjia, industria e gjelbër dhe inteligjenca artificiale. Sipas tij, një instrument i tillë financiar do t'i lejonte BE-s jo vetëm të forconte konkurrueshmërinë e saj, por edhe të sfidonte hegemoninë e dollarit amerikan në sistemin financiar ndërkombëtar. Ky qendrim vjen në prag të takimit të krerëve të shteteve dhe qeverive të BE-s të planifikuar për të njëjtën më 12 shkurt në Bruksel, ku konkurrueshmëria ekonomike e Europës pritet të jetë një nga temat kryesore të diskutimit. Paralajmërimi i Macron vjen në një periudhë kur Bashkimi Evropian po përballet me sfida të shumta të brendshme dhe të jashtme. Arritjen e rivalitetit mes fuqive të mëdha, presionet tregtare, varësinë strategjike nga partnerët e jashtëm, si edhe vështirësitë për të ndërtuar një politikë të përbashkët të mbrojtjes dhe sigurisë. Presidenti francez theksoi se Europa ka dështuar historikisht sa herë që ka qenë e përçarë, duke argumentuar se fragmentimi politik dhe mungesa e vizionit të përbashkët e kanë dobësuar vazhdimisht rolin e saj në botë. Në këtë kontekst, ai u referua edhe krizës së fundit të Groenlandës, duke u bërë thirrje europianëve të mos bien, siç u shpreh ai, në një ndjenjë frikacake lehtësimi, e cila sipas tij do të ishte vetëm e përkohshme dhe do ta linte kontinentin të papërgatitur për sfidat afatgjatë.